Të dashur shqiptar, çfarë është poliarkos? Poliarkos është një fjalë e bukur ilire, e marrë nga vepra e Euripidit, vepra e cila nuk ekziston, por ekziston në fjalët ilire të dashur shqiptar dhe do thot prefekti i një qyteti. Ky është poliarkos. Ilirët e kanë marrë këtë fjalë nga Euripidi. Do të kemi parasysh që shfaqet në amfiteatrot ilire, teatri shfaqet vetëm një herë. Një pjesë arti. Jo si në Shqipëri që shfaqet disa herë. Ky është rregulli i lashtësisë. Pra ilirët kanë parë vetëm një herë një pjesë të Euripidit, e kanë marrë dhe e kanë bërë emrin e prefektit të qytetit ilirët tanë të pamposhtur. Dhe ky emër nuk gjendet në Shqipëri. Gjendet atje ku quhen ilirët e vërtet, në Kroaci, në një qytet që quhet Rizon, që unë kam nxjerr me kuptimin rrënjët. Është një metaforë e bukur ilire, rrymat delta e lumenjve që derdhet në det, ata e krahasojnë me rrënjët. Është metaforë që nuk ekziston në greqisht, por është në ilirisht. Gjuha ilire është më greke se gjuha greke të dashur shqiptar. Ju betohem për atë Zot që është në qiell, për atë Zeus, gjuha ilire është gjuhë greke e panjohur. Ne kam zbuluar krejt pa pritur të dashur shqiptar gjuhën ilire të folur në Rizon, bashkësia rënjëve në ilirisht. Ç'është kjo? Të dashur shqiptar, grekët ne nuk na kanë thënë drilon, që do thot organ mashkullor. Grekët kanë quajtur lumin e drinit drilon. Neve e kemi marrë dhe kemi bërë emër. Fisi ilir e kemi bërë emër të krahinës së drilonit. Ne jemi Republika e Drilonit. Ilirët kanë marrë emrin poliarkos të përdorur vetëm një herë në tragjeditë e Euripidit dhe kanë bërë emrin e prefektit të Rizonit, që është një metaforë e Euripidit që do të thot pikërisht delta rënjve. Është e pabesueshme një gjë e tillë. Dhe është krijuar kjo fjalë me fjalët polis dhe arko nga greqishtja. E kanë krijuar ilirët. Ky nuk është prefekt qytetesh greke, ky është emër i një qyteti ilir, Rizon, me kuptimin e rënjët në greqisht. Tani më thoni mua, a flisnin ilirët greqisht? Sepse këtë greqishtet të ilirëve nuk e njohin grekët dhe ka dalë nga mbishkrimet e gjetura në Rizon, në Dalmaci, në Kroaci, në Kosovë, në Dardani, në Shqipëri, të dashur shqiptar. Do me thënë, ideja që shqiptarët vinë nga thethi është kaq e çmendur, po aq sa dhe vetë varrosja e gjuhëtarit të madh me origjinë kanadeze, i cili kujtonte se shqiptarët vërtet vinë nga thethi dhe aty është varrosur me dëshirën e tij. Kaq i çmendur është ai. Do me thënë, deri në vitin 2020, kur unë fillova të bëj filmat e parë për ilirët, dhe krejt papritur zbulova që ilirët flisin një greqishte të çuditshme që unë e quaj dialekti epik. Atëherë, deri në atë moment, asnjë studiues në botë, përfshirë ata grek, nuk e dinin që ilirët flisin greqisht. Absolutisht nuk e dinin, dhe janë kaq të tmerruar vetë grekët. Janë kaq të habitur me këtë që ka ndodhur. Madje dhe vetë inteligjenca kompjuterike u ngatrua në fillim, nuk e dinte sepse s'kishte të dhëna për fjalën peripolarchos, që është një tokfjalësh i krijuar në qytetin e Rizonit, nuk ekziston në greqisht. Është një komandant i një trupe ushtarake që mbron qytetin. Dhe këta bën një dedikim perëndis Medauros, që është perëndi greke dhe nuk e dim se çfarë do të thotë.
nuk ka asnjë dokument. Është perëndi greke, ilire, sepse ilirët flisin një greqishte ilire që ne nuk e dinim dhe vetë grekët nuk e dinë ç'do thotë Medauros. Merrni frymthell. Akademia e Shkencave të Shqipërisë thotë që është emër shqiptar. Nuk është shqiptar sepse Medon i thon pikërisht im Zotit në gjuhën greke. Pra që kjo është fjalë greke, Medaur, nuk ka asnjë lloj diskutimi sepse emri i plot është Medauros në emërore dhe Medauru në gjinore. Mbi shkrimi i bërë në pllakën dedikuar perëndisë Medauros, ka vetëm disa fjalë greke, ilire, ka fjalën e dëmtuar, por që është rindërtuar nga unë, peripolarhoi, do të thot pikërisht rojet e qytetit. Do thot trupa mbrojtëse e qytetit, garnizoni i qytetit, dhe këta flisin edhe latinisht, sepse janë gjetur disa dokumente të tjera, do ja tregoj në një film tjetër, por ky dokument në pllakën e Medaurit është në greqisht. Pra, banorët e qytetit ishin grek, flisin një dialekt të çuditshëm që quhet Hillyrios. Dhe nuk e dim ç'do thot as fjala Hillyrios me siguri dhe as fjala Medaurus, që ishte e ngjashme me perëndinë e Poseidonit, i hypur mbi kal. Tani, kjo është një perëndi që nderohej shumë nga trupat kalorsiake që mbronin qytetin e Rizonit. Pra, ky ishte një garnizon, Peripolos, që mbronte pikërisht qytetin e Rizonit. Teksti është në greqisht, emri i Medaurit është gjetur në rasën gjinore në greqisht, dhe ilirët flisin një greqishte që vetë grekët nuk e dinë që ekzistonte. Merrni frymthell. Ilirishtja ishte një greqishte epike, është greqishtja përdorur në poemat e Homerit, Iliada dhe Odisea. Pra nuk është shqip, është një dialekt grek që ka evoluar në mënyrë të pavarur nga greqishtja e Atikës. Dhe kjo i ka lënë pa mend të gjithë. Pa përjashtim. Kushdo që ka parë filmat e mi ka mbetur pa mend. Dhe inteligjenca kompjuterike madje nuk e kupton këtë tekst sepse nuk ka të dhëna për tekste të tilla, nuk ka autor. Por dihet që ky emër është marrë nga tragjeditë e Euripidit. Merrni frymthell, çfarë po ndodh? Ilirishtja është një gjuhë e panjohur helene, të dashur shqiptar. Të dashur shqiptar, kaq shumë u tmerrova sa që llampën e vjetër gjithashtu e theva, e bëra copa dhe kam bler në IKEA një llampë të re. Nuk jam kaq i varfër sa dukem. Pra kam aq fonde sa për të bler një llampë për të regjistruar një film të bukur për ju. Pra kam thyer dhe orën e IKEA-s, po se kam gjetur një orë të ngjashme, por kam bler një llampë të ngjashme me atë që theva. Sepse s'më merrte mendja që ilirishtja është një degëzim i panjohur helen. Nuk është gjuhë greke, është degëzim helen. Këtë ide unë e kam hedhur në disa nga filmat e mi, por nuk ishte i sigurt komplet që ilirët shkruanin greqisht. Qyteti i Rizonit, qyteti i lirë në Kroaci, e sigurt. Ilirët shkruanin në greqisht. Por një greqishte të panjohur për grekët ama. Pra, nuk është se ilirët përdorin monedha me mbishkrime greke, shkruanin greqisht dhe bënin aludime për metaforët e Euripidit, veprat e të cilit shfaqeshin vetëm një herë në amfiteatër. Kështu ndodhte me autorët e lashtë, nuk shfaqeshin shpesh, ishte një ngjarje e veçantë, si një festival, ku shfaqeshin të gjitha autorët e mëdhenj, edhe Euripidi. Pra, ilirët duhet të kenë shkuar në Greqi, të kenë parë Euripidin, pas të kthehen në Rizon,
dhe të krijoj një metaforë nga vepra e Euripidit, sikur s'ka kuptim. Pra ilirët janë grek, e kuptoni apo jo? Por flasin një greqishte të panjohur. Pra sot, çfarë do ndodhi? Së shpejti autorët grek do shikojnë filmat e mi dhe do krijojnë dialektin e 27 Helen. Ilirishtja është dialekti 27 Helen, i panjohur. Do dali në Wikipedia së shpejti, në enciklopedin britanike, ndoshta do bëhemi famshëm, nuk e di. Por shqiptarët do shkulin flokët. Përse? Grekët na kanë dhënë kazma, të gërmojmë dhe ne kemi zbuluar qytete greke për grekët. Pra, hapu dhe të futen shqiptarët dhe të vinë grekët. Kjo është ideja. Këtë kemi bërë ne. Kemi hapur varrin e vetes tonë. Tani po ju them unë të gjitha seriozisht, a jeni të çmendur apo jo? Po të bëhem unë kryeministri i Shqipërisë, nuk e di a bëhem do një ditë. Por në qoftë se më zgjidhni mua në vend të Sali Serbit ose Edi Romit, atëherë unë do t'i mbush, ju betohem, të gjitha kështjellat ilire me mjalt. Me kovat e mjaltit që më ka lënë stërgjyshrit e mi Peneste në Dibër. Penestja do thot skllavëria në greqisht. Penestët ishin fisi më i madh i lirë, Dibranët. Sklevër të helenëve. Pra, do marr kova me mjalt që kanë mbajtur gjyshërit e mi dhe do t'i mbush të gjitha qytetet helene me mjalt. Ju betohem, do marr një furç, do e lyej në mjalt dhe do mbuloj me mjalt të gjitha mbishkrimet helene, sepse të tilla janë, të gjitha, që sa herë që të vijë në arkeolog, ta thithi atë aromën e mirë të mjaltit, t'i mbushën mushkërinjt me erën e mjaltit. Këtë do bëj. Ju premtoj që Shqipëria nuk do ketë nevojë për incenerator fare, nuk do paguani asnjë lek. Ju betohem, parqet kombëtare greke në Shqipëri do mbushen me mjalt. Ju betohem, për atë Zot, për atë Zeus, më zgjidhni kryeministër, do ju ambush me mjalt grekërve të gjitha qytetet e lashta të bukura pellazgë. Mirupafshim në filma të tjerë shkencor dhe më lutem me gjithë shpirt më zgjidhni kryeministër, do jem kryeministri i mjaltit, ju betohem, për atë Zeus në qiell.